që ja ka vjedh LDK-ja 30.000 vota. Edhe kanë me aprovua. Edhe qeverin e ka Kurti. Më thonë anti-Amerikan. Këta kanë qenë gjithmonë anti-Amerikan e jo Kurti. Kurti gjithmonë ka qenë me Europë edhe me Amerikë. Opozita unë qashe, ka cilin që po shkon ftyra para këtë botës që e kanë nënshkrua dhe ka shpatalua Kosovën për 101. Për që ta ka. Sot i kam dy pyetje. Do mu përgjigj për qeveri apo do mu përgjigj pyetjet e mia të qeshit? Jo, veç për politikë. Për politikë. Çfarë duhet me bë politikant për formimin e institucioneve tona, sepse deri sot zgjedhjet u bana 108 ditë edhe hala kur gjë konkrete. Qëre pozita qeverinë e ka. Kur thamë që e ka qeverinë, ka me vendos kushtetuta që ja ka vjedh LDK-ja 30.000 vota. Edhe kanë me aprovua. Edhe qeverin e ka Kurti. Këta që po bojnë manipullime, nuk o cili tu më ozalila. Tu Albulena Haxhiu. Po, nuk është pyetja tu Albulena Haxhiut, po pyetja është me javësu ata qeverin sikur që kanë su para 4 vite. E me vendos vetë që kanë shpatalluar Kosovën edhe kur emni Kosovë që shnie. Mark Villeri ju ka thonë goj, Hashim Thashit, Isa Mustafës, Ramos Haradinat, i kanë thonë mos gaboni me nënshkru në Ramboje pa konë një kongresen Amerikan kryesor. Këta i nënshkruë, i kanë thonë, vetë sosin e kom një, vetë televizor, i ka thonë na qeveri, na nuk ka nevoj me marë kongresin Amerikan që kemi 3 ushtarë francesë. Kër i kanë marë këta 3 ushtarë francesë, i nënshkua Paullin Amerikës, e kanë nënshkua rezolutën 1244 në shëndimin e Serbisë. Do më thonë anti-Amerikan. Këta kanë qenë gjithmonë anti-Amerikan e jo Kurti. Kurti gjithmonë ka qenë me Europë edhe me Amerikën. E pse pe akuzon opozita Kurti? Po qëre, opozita gjithmonë e ka përdorur politikën e dorëzimit e pritjes apo kundërshtimit të aksionit e cila kushton fitore. Këta e kanë shit, e kanë nënshkrua, e po ju den marrja edhe faqja e zezë para këtë botës, për që ta po mënohen me marë pushtetin edhe herë. Kur s'ka me japru ymri, as kur s'kan me marë. A beson që nëse ndrohet emri Albulena Haxhiut, opozita ka me votu? Jo, qëre, nuk është cili të Albulena Haxhiut, të regova edhe pare, që edhe moshkull, edhe femen, këtë të dujnë, në të vënojnë këta, ata nuk e pranojnë. Ata e pranojnë me konë kryetari parlamentit vetë. Si LDK-ja, si PDK-ja, si AK-ja. Në qatë mënyrë, menore, që atë mënyrë kushtetuta nuk e jepë. Çka do të me ba kryeministri ndërheqje tash për me aprovu këto? Kryeministri ndërheqje nuk jepë. Nuk lehet Kosova pa kryeministër. Kështu do të me ditë këtë bota. Kena me do zgjedhje? Zgjedhjet bëhet kur bëhet konventi, parlamenti, atëherë mund me shkon zgjedhje. E pse opozita edhe s'pe aprovon këto, edhe nuk do me thonë as këne, as tani. Opozita, unë qashe, ka cilin që po shkon ftyra para këtë botës që e kanë nënshkrua dhe ka shpatalluar Kosovën për 101. Për që ta ka. Faleminderit që ishe pjesë e jona. Trujt zotja, ju të dashur mirë që rrini me neve, sepse gjanat e mira i sëllën veç na Kosova Info ju informon për çdo gjë.